Falenderojmë në radhë parë gruas që ka pas vullnet jashtëzakonshëm që më marrën me këtë punë. Lopën e parë kur e kena ble, atëherë ka kushtu 2000 markë. Për momentin na e bojnë edhe grumbullimin e qumshtit që kam përfitu 2 grandën vlerë 200.000 euro, pajisje dhe makineri me traktora me gjitha pajisjet. Mirë është me fillu njeri, pastaj e sheh rezultatin, e sheh punën, e sheh suksesin edhe vazhdon me të. Përshëndetje, miq të mi nga Ona Adeja. Sot ndodhem në fshatin Salla Grosht, komuna Suarekës, ku mbrapa meje është ferma Natyra, ku kam marrë me taku fermerin Abdullah Kabashi, i cili kujdeset për 30 krejt lop. E për më shumë detoj, hajdeni me neva. Si je, a je lopë? Mirë, faleminderit. Ndodhemi këtu në fermën? Në fermën Natyral në Salla Grosht. Na trego pak që sa ku e ke hapë këtë fermë? Po, këtë fermë e kemi hapë qysh prej vitit 99, mas luftës kemi fillu. Edhe gradualisht kemi fillu prej hiqit, prej kërgja, edhe kemi më bëjnë dhe i këtu, për momentin e kemi dikon rreth 20 lopë qëmshtore, edhe viqa janë dikon 30 saksisht sot. Na trego sa ka qenë i vështirë fillimi për juve, me qenë se ta nga hiç kur gjë kemi fillu? Normalisht, çdo fillim është i vështirë. Mirë po, tu falenderojmë në radhë parë gruas që ka pas vullnet jashtëzakonshëm që më marrën me këtë punë, pastaj edhe ndihma jo nuk ka mungu, kështu që deri këtu kemi arrit, falë vullnetit që ka pas drita. Dhe me thonë drita është bashkëshortja juaj, dhe falë saj, jeni ku jeni sot në fermë. Qështë? Qa me ta? Me sa tha e keni njësë në fillim, me sa krerë? Vallë, në fillim e kemi njësë me 2 krerë kemi pas ma shumë, po gradualisht pa shkëputje se thojnë nga puna, nuk i kemi nda kësaj puna asë një herë dhe kështu që numëri sot është dikon rreth 30, o numër shumë i vogël është në krahasim me mundësit që kanë qenë deri tash edhe se është një periudhë kogje gjatë, dhe më thonë që nga viti 99 si stash edhe më herë, e kështu që mundësit për ma shumë gjithmonë janë. Sa mendoni me rrit numërin? Pa, nuk ka naj kufizim, kështu që mendojna me rrit numri për momentin se na mirëmi edhe me paketimin e qumshtit edhe me shpërndarjen e me krahas kësaj zhvillohen për shembull triver për mëtari tjera. Një punë është që i majmë lopë, e dyta është që merremi me prodhimin, me përpunimin e qumshtit, me grumbullimin e qumshtit, me punët në bujqësi janë shumë, përndaj gradualisht dhe shkojmë të rritë, sa kemi mundësi. Këta i kanë dikon rreth 2 javë, kështu, prapë. Ja, ku shpipje që kje lopa ka qërrile. Trego pak për racat, çfarë? Kjo raca janë kryesisht janë cimental. Prej kur kemi fillu është që kjo racë, do më thonë kryesisht është një racë cimental tarne prej Austrijës, kështu që 2 vite mësi kemi fillu mi marrë ose 3, ndoshta, unë i kam marrë 3 lopë në Zvicër. Edhe krejt kjo është prej që aty në racës cimental në Zvicër i kam pas marrë, kështu që janë të mira edhe për mish edhe për qumsht, dikun sasia në kushtet më të mira të pleshërisë, këto janë dikun dhe një 25 litra mesatarja, mund në me thëmë. Trego pak sa ka kushtu lopa e parë që keni ble? Lopën e parë kër e kena ble, atëherë ka kushtu 2000 markë. E tash sa për shkojnë qmimet? Tashti dikun rreth, unë që të Holstein që i kam bardhëzi, dikun kanë kushtu 2300 para një 3 viteve, kurse tash silët dikun 2000 deri në 3000 varsisht qysh është. Po edhe 3000 ka lopë. E qumshte, sa për shkojnë?
Qumshti, për momentin na bojnë edhe grumbullimin e qumshtit, e binë edhe shumë fermerë tjerë këtu, edhe na mirëmi me proponimin, qumshti është dikun 45 cent. Dikun po 45 cent është për fermerë, kështu që për fermerët cilët dalin e ekstra klasë, i shpërblehen nga ministria me 7 cent, edhe kështu komuna deri në si vjet ka qenë të i pagu, ka 3 cent, si vjet për vitin 2025 nuk i ka pagu. Po kështu që është një çmim i mirë, dikun me llogarit me gjithë subvencionimin e qumshtit, fermeri i merr dikun rreth 55 cent. E 55 cent është çmim i mirë për fermeri. A jeni të kënaqur me subvenciona, keni? Po, me subvencione normal, mirë është, jemi të kënaqur edhe s'kan mungu subvencionet për gjithë deri tash. Përveç subvencione ne kemi qenë grand përfitues i grandit në vitin 2023 edhe në 2024, kështu që kam përfitu 2 grande në vlerë 200.000 euro me pajisje dhe makineri me traktora me gjitha pajisjet. Kështu që jemi të kënaqur ju. Trego pak për fillimet e tuja, çka le keq për me hap fermën ose me nis këtij biznise? Me qenë se shumica kur dojnë me nis diçka në anën tjetër lajnë keq. Tash fillimet tona për me lënë keq, faktikisht na nuk kena lënë kur gjë keq, kur e kemi nis, faktikisht e kemi nis nga zeroja. Sikur se të kishmi pas mundësi ose pare ma shumë, ndoshta se kishmi nis hiç. Kështu që nuk është arsye që lën keq, se nuk bashkë kur i ki kun keq e nis fermën. Dukun e merr atë rrezikimin me pas pare se nis hiç, po. Valla, pare nuk o që kemi pas, nuk i takojmë një shtrejse të varfër aty mirë, po edhe e kemi nis kryesisht për me mbijetu. Prandaj, me kalimin e kohës e kemi pa që është profitabile edhe shitja e qumshtit, edhe përpunimi, edhe grumbullimi, edhe gjitha këto. Prandaj, mirë është me fillu njeri, pastaj e sheh rezultatin, e sheh punën, e sheh suksesin edhe vazhdon me ty. E bëni familjaresht, a keni ndonjë punëtor? Po, na për momentin jemi dikon rreth 5 punëtor. Intenziv që punojna, jemi një punëtor është në shtallë, edhe gruaja edhe një punëtore, edhe 2 punëtore tjera punojnë në përpunimin e qumshtit, po ato në përpunim punojnë me jo për çdo ditë. Për çdo ditë e bojna na paketimin familjarisht edhe shpërndarjen në treg. Shpërndarjen në treg e ban djali edhe unë, po tash me ban vetëm djali, unë kryesisht kujdesem rreth shtallës, rreth menaxhimit të brendshëm. So keni harxhime? Shpenzime ka, valla nuk e di saktësisht si me shpreh, po ka shpenzime. Për shembull, për momentin janë dikun rreth 6 viça që vetëm qumsht që pinë viçat, dikun shpenzime i pinë 60 litra qumsht në ditë që ta viça. Janë, bukur shumë janë shpenzimet. Po një nxjerr bile një pak gurbetet, se marrun të na i krejtë për gurbete. Po, normalisht një pak për çdo punëtor që punon këtu, një pak nxirret, se nëse nuk nxirret paga, nuk ja vlen tani as me punu. Kështu që pak nxjerrim edhe mirë. Nuk janë keq, po është e përgjithshmja është mirë. I nderuar, faleminderit shumë që gjete kohën na tregu rreth fermës tonë, edhe punës që ju e bëni familjarisht. Faleminderit edhe juve.